Imagjinoni një botë pa kirurgji, ku matematika ndalet në numërimin e thjeshtë dhe qeliku thyet në presion. Ky ishte realiteti I shumicës së botës përpara se të ndeshej me sistemet revolucionare të njohurive të Indisë së lashtë. Mirë për të kuptuar këtë trashëgimi është matematika. Në shekullin e 5, matematikani Brahmagupta ishte I pari që përcaktoi zero, jo vetëm si një vendmbajtës, por si një numër me vetit e veta, duke ndryshuar rrjedhën e historisë. Duke u bazuar në këtë, sistemi dhjetor vendvlerë lejoi që llogaritjet komplekse të kryeshin lehtësisht. Pa këtë kornizë efikase, algoritmet që drejtojnë kompjuteret tanë modern dhe jetët digjitale thjesht nuk do të ekzistonin. Duke kaluar në fushën e mjekësisë, James Shrewton, babajnë e kirurgjisë. Mbi 2600 vjet më parë, ai dokumentoi Sushruta Samhita, duke detajuar mbi 120 instrumente dhe teknika kirurgjikale si rinoplastika, kirurgji plastike, shumë kohë përpara Perëndimit. Mjeshtëria e tyre mjekësore ishte Ayurveda. Ky sistem nuk trajtonte vetëm simptomat, ai u fokusua në parandalimin holistik përmes dietës, jogës dhe ilaçeve bimore, një koncept që mirëqenia moderne po e rizbulon vetëm tani. 3 Në fushën e metalurgjisë, India I ofroi botës Old Steel. Kjo aliazh me karbon të lartë ishte lënda e parë për shpatat legjendare të Damaskut, të njohura për mbretësinë dhe aftësinë e tyre për të mbajtur një skaj. 4 Për të ruajtur këtë oqean të gjerë njohurisht, India krijoi universitetet e para rezidenciale në botë si Nalanda dhe Taxila. Këto institucione tërhoqën studiues nga e gjithë bota, duke funksionuar si liga TV të botës antike. 5 Për të menduarit strategjik, ne shikojmë të Chaturanga. Me origjinë në perandorin Gupta, kjo lojë evoluoi në shah modern, duke u mësuar logjikën, strategjinë dhe lartpamësinë brezave të liderëve. 6 Edhe në jetën e përditshme, India ishte pioniere për gjërat thelbësore. Qytetërimi I luginës së Indus ishte I pari që kultivoi pambuk dhe e tjera atë në pëlhur, duke e prezantuar botën me tekstile dhe sisteme higjienike si tualetet me ujë. Nga numri 0 të qeliku në rokaqiet tanë, këto kontribute formuan shtyllën kurrizore të padukshme të zhvillimit modern. Njohja e këtyre rrënjëve jo vetëm që nderon historinë, por na ndihmon të kuptojmë evolucionin e vërtetë të ndërlidhur të përparimit njerëzor.